Debatet mes Mateos dhe Brikenës kanë marrë një tjetër kthes të fortë brenda shtëpisë, duke treguar se marrëdhënia mes tyre po bëhet gjikni e më e tensionuar dhe e komplikuar. Gjithçka nisi gjatë një bisede që në fillim duke e qetë, por shumë shpejt u kthye në një përballje të drejtpërdrejtë mes tyre. Mateo, i irrituar nga sjellja e Brikenës, u shpreh hapur se sipas tij ajo vetëm flet kod dhe nuk është e sinqertë në atë që thotë. Ai akuzoi Brikenën se shpesh bën deklarata të mëdha, por veprimet e saj nuk përputhen me fjalët. Sipas tij, ajo nuk ka ndjenja të vërteta për të dhe vetëm përpiqet të mbajë një situatë të paqartë mes tyre. Gjatë debatit, Mateo u shfaq i zhgënjur dhe i lënduar emocionalisht. Ai i tha Brikenës se nuk e kupton pse ajo vazhdon të sillet ftohtë me të, ndërkohë që në disa momente jep sinjale të kundërta. Sipas tij, kjo sjellje krijon konfuzion dhe tension të panevojshëm mes tyre. Ai kërkoi Brikenës të ishte më e sinqertë dhe më e drejtpërdrejtë me ndjenjat e saj, duke theksuar se nuk dëshiron të luajë lojra emocionale. Mateo tha se nëse ajo nuk ka ndjenja për të, duhet ta thotë hapur dhe jo të mbajë një qendrim të paqartë që vetëm e lëndon atë. Me një moment të debatit, ai kërkoi Brikenës që ta përqafojë tamam, duke nënkuptuar që ajo të tregojë afeksion të vërtetë dhe jo gjeste formale apo të thota. Sipas tij, mënyra si ajo sillet kur janë pranë njëri tjetrit tregon distancë dhe mungesë ndjenjash të sinqerta. Brikena, nga ana e saj, reagoi menjëherë ndaj akuzave të Mateos. Ajo u shpreh se nuk është e drejtë që ai ta gjykojë në këtë mënyrë dhe se ndjenjat nuk mund të imponohen. Sipas saj, ajo është treguar gjithmonë e sinqertë dhe nuk ka premtuar asgjë që nuk mund ta mbajë. Ajo shtoi se ndonjëherë Mateo e vendos në presion duke kërkuar vazhdimisht më shumë afeksion nga sa ajo është e gatshme të japë. Brikena theksoi se ka nevojë për hapësirën e saj dhe nuk dëshiron të detyrohet të shprehë emocione që nuk i ndjen plotësisht. Kjo përgjigje e saj acaroi edhe më shumë Mateon, i cili u shpreh se nuk po kërkon asgjë të pamundur, por vetëm sinqeritet dhe qartësi. Ai theksoi se preferon një të vërtetë të dhimbshme sesa një marrëdhënie të paqartë që e mban në pasiguri. Debati mes tyre vazhdoi për disa minuta, me tone të larta dhe emocione të forta. Të dy u përpoqen të mbrojnë qëndrimet e tyre, duke treguar se mes tyre ekziston një tension i madh emocional që nuk është zgjidhur ende. Banorët e tjerë që ndoqën situatën u dukën të habitur nga intensiteti i debatit. Disa menduan se kjo përplasje tregon se mes tyre ka ndjenja të forta, ndërsa të tjerë besojnë se marrëdhënia e tyre po bëhet gjikni e më problematike. Pas debatit, atmosfera mes Mateos dhe Brikenës mbeti e ftohtë. Të dy qëndruan për një kohë të gjatë të distancuar nga njëri tjetri, duke reflektuar mbi atë që kishte ndodhur. Megjithatë, tensioni mes tyre vazhdon të ndihet dhe mbetet e paqartë nëse do të arrijnë të gjejnë një mirëkuptim. Kjo situatë ka krijuar shumë diskutime mes banorëve, pasi marrëdhënia e tyre shihet si një nga dinamikat më interesante brenda shtëpisë. Mbetet për t'u parë nëse Mateo dhe Brikena do të sqarojnë ndjenjat e tyre dhe do të afrohen më shumë, apo nëse kjo përplasje do të krijojë një distancë edhe më të madhe mes tyre në ditët në vazhdim.